Gjithashtu rrugë tjetër e cila është pjesë e programit të Bashkimit Demokratik për Integrim është rruga Apaj Bellanos, gjithsesisht hapja e vendkalimit kufitar me Republikën e Kosovës. Për hapjen e këtij vendkalimi kufitar tani më nevojitet vetëm se infrastruktura rrugore, gjitha procedurat tjera kanë kaluar. Shumë shpejt do jetë në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë ratifikimi i ligjit për hapjen e këtij vendkalimi kufitar. Edhe kjo rrugë ka vlerën diku parafosisht 380 milion denar. Dua t'u njoftoj ju edhe opinionin se për këtë rrugë kontrata tani më është nënshkruar me kompaninë ndërtimore e cila do bën ndërtimin e kësaj rruge. Ka metur të kryhet, të rrumbullaksohet procedura e shpronësimit apo e ekspropriimit. Edhe në këtë drejtim kemi punuar mjaft dhe jemi krejt në fund të kryerjes apo rrumbullaksimit të kësaj procedure të shpronësimit të tokove në për të cilat do të kalon kjo rrugë dhe pritjet janë që deri në fund vitit të fillon së ndërtuari kjo rrugë, po megjithatë mbi të gjitha është ajo që mjetet janë të siguruara dhe është kontraktuar, gjithsesi është nënshkruar kontrata me kompaninë ndërtimore e cila do të kryejnë këtë ndërtimin e kësaj rruge. Rrugë tjetër e cila gjithashtu është kërkuar mjaft nga ana e qytetarëve, rruga Tetov-Jashinc. Ishi dëshmitar se para 2-3 ditësh ishim së bashku me ministrin dhe drejtorin e Agjencionit të Rrugëve, gjithsesi të ndërmarrjes publike rrugës shtetërore, për të parë në vend se si punohet. Nga ajo që pam në vend, shihet qartë se deri në fund të vitit edhe kjo rrugë do kryhet, edhe kjo rrugë e cila është kërkuar një kohë gjatë nga ana e qytetarëve. Rrugë tjetër e cila ka qenë pjesë e programës Bashkimit Demokratik për Integrim ishte rruga Strug-Devër. Edhe kjo